Jo këto rrugë. Që ky është varianti i fundit, që mendohet. Normal. Ky është i fundit. Normal, por këta thonë, jo po unë du me trujt mos bëj gabime se ti del keq. Po letë bërë dal keq. Pëse ka të kanalin tonë? Dal keq. Që janë quna gjajesh, quna halash. Akëma goca tezësh. Më thosh dhe mu shëndriti, lëviz ta se jenë gjumë, ta kryon e situatë. Po që problemi këti? Ka dash situatë aj. Nga unë pra mos e du të hajmë diçka. Ata e din shumë mirë. Po u more me mua, do dalësh. Po unë nuk e hapat kënajsi. Fare, as kujt për vetëse, atyre që kam unë, synim. Dakor? Kështu që, kur ta thot këta që bëj këtë se më vjen keq për ty, djes është e kundërta. Atyre ju vjen keq për veten e tyre se kanë marru punë. Kanë marru punë. Kara loja. Loja kara shumë, e disim duket Mateo si kur është rikthy te akvariumi moj. Bravo. Po të akvariumi se herë, i thashun, i e këthyn datën 3, vla, i e këthyn akvarium. Fix. Po i e këthyn akvarium, atëre. Fix ashtu mu duk. Po i e këthyn akvarium, t'jela Patricia, vla. Rrotullohu, 1200 rrotullime. Dhe njerëzit i kanë dëgju ato fjalë. Ha dhe je nga fillimi. Shkonsumuaj e situatë. Miru pafshim. Sepse tentova t'i thosha, kur më tha je ordiner, i thash pse jam ordiner. Shëndel? Ja. Fjale vërtet. Shëndet paq. Fjale vërtet. I thash pse jam ordiner? Se ta shikimi arte argumenti. Pse jam ordiner? Ti je ordiner se mbështet këtë. Ku e mbështeta unë këtë? Filloj, po ti je i fliq, je kështu. Rrotullohu dhe jere, thash. Futun lavatrice me sagrat, do të talem unë me atë pjesë. Se s'kam që të bëj, je në autobus, je lavatrice, je vegël. Është një nga tjemë që më ka ofendu ma shumë, burra këtu, më ka ofendu ma shumë. Gjitha të fjallë, ordinere, femër e fliqur, e degenerume, aj të poshtron ty, gjitha të fjallë sot, si Selini, aj të shkel me këmë ty, ti ullë kokën para ti, edhe sot më tha hajde këtu, sa se ta nërë ty, tha këtu. Hajde këtu. Po, t'japu një kocë pra qasha. Në që se do një kocë, ta japu një kocë, po hajde këtu i erë, këtu. Afro ule kokë. Tani, ai është njeriu më pa edukat në këtë shtëpi. Pastaj vijnë të tjerët. Është pa edukat, e di pse them është pa edukat. E di pse them është më pa edukat. Se ka një gjë pse e them unë këtë. Sepse ai personi këtu po hiqet që është njeriu me edukat. Popullor shqiptar. Njeriu që po përfaqëson këtë rinin shqiptare me argumenta, me rregulla, një njeri që sillet korrekt, që nuk ofendon njeri. Si s'ofendon njeri? Me datën 3 janari e fut vetëm ofendime, o vlla. Mu ashtu mu duk sot të bo thash po më rikujtot Mateo i 3 janari, si që the ti, me mirë. Atë që keni pa ju sot në living, ajo ka qenë 3 fish, 4 fish më e fort në akvarium, po tek e tek, se aty mu të lëvizësh, po të rishtë të kjo dhome, ja me se këtu jemi, ja ku erdhëm këtu, ja, aty për jashtë. Se kjo këtu ka që delë të batë që aty jashtë, edhe unë aty kam pas atë vetëm atë. Bam me bum, tha qa ke mër plak, edhe kur e kuptova unë se raj, që kur hyra këtu mrejnë, ra minut 2 tregoj diçka, hopa e kapa unë, se qa është, se unë e mizgjuar. Dollëm jash, filloj më të unë e di. Po tjetër, bam me bum, thashon e fillova unë. Pra, ky nuk pas ka argumente. Ky ka arë vetëm me të ofendu, me shajt, me nëzirë nga vetja, me u lartësu, se normalisht do binë syë, dhe se jemi atyne. Unë isha njëri ju më kyç i atit momenti, edhe unë fillova duke sa ju batuta, humor, me talë, se s'kom qatë bëj. Se shko, njëzë i mbyllet. Nuk e ke ofendimin ti mira, a di sa e vlerësoj të ti.